Të dashur shqiptar me hidhërim të thellë, po e them që studja e etimologjisë ju ka bërë magji. Ju ka prishur trurin. Ju ka thënë që jeni pellazg, pa e ditur fare çfarë është pellazgjia. Pellazgjia është një luginë e bukur në Thesali, e quajtur Pelazgiotis. Dhe nuk ka lidhje fare me gjuhën shqipe. Pellazgjia është përmendur nga Homeri në Iliad. Janë përmendur qytetet pellazge, të cilat nuk janë sqaruar deri më sot. Qytetet pellazge janë shpjeguar në fjalorin e Stefanusit të Bizantit, dhe unë kam përkthyer atë në anglisht, të dashur shqiptar, për ju. Vet emri i qytetit të Pellazgjisë është Skotousa. Çfarë është Skotousa? Vjen nga fjala helene Skotos, do të thotë hije. Vend në hije. Ousa është pjesë e përcjellores në helenisht, e cila krijon forma të lakuara. Përcjellorja lakohet në helenisht, sikur të ishte emër. Përcjellorja gjithashtu ka gjini, të dashur shqiptar. Emrat që mbarojnë me on ka kuptimin për të qenë. I bashkangjitet foljes, po ashtu dhe emrit. Dhe nga folja me kriju hije, është krijuar përcjellorja Skotousa nga një formë. Skotousa lëshova hije, por nuk është gjetur gjikundi. Është një krijim i Homerit. Homeri ka krijuar një folje në aorist Skotousa, pastaj merr përcjellorjen e kësaj folje në gjinin femërore, e lakon atë dhe krijon emrin e qytetit Skotousa në gjuhën helene, dialekt jonik. Në qoftë se pellazgët flasin këtë gjuhë, pellazgët flasin dialektin jonik. Është një krijim gramatikor i Homerit në shekullin e 8 para erës sonë, i papar në gjuhën helene, në dialektet e tjera. Të dashur shqiptar, shikoni se do mbeteni, vetëm ju pa mend, por do mbeten pa mend të gjithë studiuesit e botës nga ky zbulim madhështor, të dashur shqiptar. Për një kohë të gjatë kam vrarë mendjen se cili është Chelsea i suksesit tim të madh. Dhe Chelsea për suksesin tim është dashuria ime për Shqipërinë, fakti që Shqipëria ime u shkatrua në vitin 1997, se si shqiptarët u çmendën dhe adhuruan lekët e tyre sudes, të cilën e mori në shërbim pikërisht Sali Serbi, i cili synonte të shkatronte Shqipërinë, ekonominë shqiptare, ushtrinë shqiptare, në bashkëpunim me serbët në Serbi. Saliu donte t'ja jepte Shqipërinë Greqisë dhe Kosovën ta shkatronte gjithashtu Serbia në të njëjtën kohë, në 97-ën. Ky ishte plani. Dhe kaq shumë u tmerrova sa që vendosa të studioj gjuhën helene të lashtë, latinishten, gjuhët e tjera indo-europiane, të shikoj bashkëveprimin e tyre, të studioj veprën e Joklit, Majrit, Pedersenit, dhe mbas 30 vjetësh të dashur shqiptar, kam gjetur origjinën e qyteteve pellazge dhe para syve tuaj keni pikërisht Skotousa, qytet helen në Thesali, në Pelazgiotis, të dashur shqiptar. Ky është përkthimi në anglisht dhe këtu thuhet që Skotousa është dhe qytet edhe fshat në luginën Pelazgiotis në Thesali. Në shumës banorët quhen Skotousai. Gjithmonë koinot në helenisht janë në numër shumës, madje dhe vetë emri Athenës është në numër shumës, sepse gjithmonë qytetet helene ishin bashkësi. Bashkësia ishte koinon në numër shumës gjinore dhe kërkonte që emri pasardhës të ishte gjithashtu në numër shumës. Prandaj emrat në ilirisht dalin në numër shumës. Ky është emri i Shkodrës në numër shumës, emri i Lezhës në numër shumës. Pra, kjo është një gjë
e jashtëzakonshme që kam zbuluar veçori e gjuhës helene dialekti jonik. Pra emrat e qyteteve ilire janë të gjitha helen, po ashtu edhe emrat në Hellad janë helen dhe emri i Pellazgjis pra është helen, edhe emri i qytetit Pellazg, Skotousa është helen, banorët janë Skotousaj, helen, të pastër. Pra kemi të bëjmë me një racë helene, jo shqipe të dashur shqiptar. Pra, si e bërën këtë zbulim? Këtë zbulim e kam bërë vetë. Si që shikoni, këtë e kam zbuluar vetë. Kjo është prapashtesa usa e gjinisë femërore që i shtohet auristit në përcjellore në helenisht. A shikoni? Pra kjo nuk është inteligjenca kompjuterike, këtë kam mësuar vetë. Në gjinin mashkullore është on me një o të gjatë dhe në gjinin femërore është ausa. Të dashur shqiptar, kjo vjen nga folja me qenë në helenisht, i prapavendoset foljeve dhe nga folja me kriju hije është krijuar përcjellorja e cila lakohet në helenisht, sikur të ishte emër. Pra është një emër folior i krijuar në kohën e kryet të thjeshtë, me gjuhën e Homerit, në Iliad të dashur shqiptar, është specifike helene e papërsëritshme. Në gjinin mashkullor është me një o të gjatë, vjen nga folja me qenë, në gjinin femërore kjo mbaresë është ousa, dhe në gjinin asnjase është me një o të shkurtër, on. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Nuk kam fjalë të dashur shqiptar për këtë zbulim madhështor. Tani, suksesi i këtij zbulimi kuptohet që është fjalori gjuhëve indo-europiane. Ta shikojmë? Si e bëra këtë zbulim? Në vitin 2004 unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por fjala skotousa nuk ishte aty. Megjithatë ishte fjala skotos, errësirë, në gjuhën helene. Kjo gjendet gjithashtu në gjuhën irlandeze të vjetër ose dialektet ilire kelte me kuptimin hije. Ka dhe kuptimin pasqyrë. Kjo fjalë gjendet gjithashtu në gjuhën gjermanike, gjendet dhe në gjuhën anglosaksone. Në gjuhën gotike është skadus, në gjuhën anglosaksone është skeadu. Në gjuhën norvegjeze është skoda dhe ka kuptimin mjegull, ndërsa në gjuhën gjermanike dhe në gjuhën gotike ka kuptimin hije, një lloj si në helenisht, po ashtu edhe në gjuhën bretone dhe në gjuhën kelte. Skeud i thon hijes. Ky është zbulim madhështor. Ju betohem. Dhe tani do t'rregoj fjalorin origjinal të gjuhëve indo-europiane. Të dashur shqiptar, ky është fjalori origjinal i gjuhëve indo-europiane, të cilin unë e skanova në vitin 2004, e përktheva me fjalor në anglisht dhe e botova falas në GeoCities, një drejtori e kompjuterave e serverave në Kalifornia të dashur shqiptar. E botova falas dhe sot të kësaj dite, ky fjalor gjendet tek Akademia Edu, është gjithashtu falas të dashur shqiptar. Origjinali ka kushtuar mbi $600, ndërsa fjalori im është për ju falas dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë mund ta tërheqë në çdo moment. Pra shikoni, këtu nuk ekziston fjala skotousa, këtë kam shtuar unë të dashur shqiptar me mbaresën e aoristit në gjinin femërore, do me thënë nga folja me qenë që është shtuar fjalës skotos, rënjës së kësaj fjale, hije. Kjo, të dashur shqiptar, është arritja ime më e madhe. Dhe nuk do e kisha bërë këtë gjë sikur të mos i kishin ngritur nervat e mia, pikërisht sudet e etimologjisë që shkatruan ekonominë shqiptare dhe tani janë vërsulur gjuhës shqipe për ta shkatruar përfundimisht atë me bekimin dhe përkrahjen e kishës ortodokse greke. Pra, mbas turbo-albanëve që ndrojnë finansimet e qarqeve më reaksionare greke të dashur shqiptar. Në fakt, unë sot deklaroj kishën ortodokse greke armike të gjuhës shqipe të dashur shqiptar. E them këtë me seriozitet të plot. Të dashur shqiptar, qarqet më reaksionare greke
i kanë shpallur luftë gjuhës shqipe. Dhe ne, intelektualet e vërtet, i kemi vënë ballin kësaj lëvizje reaksionare. Turbo-albanët janë fllihësirat më të mëdha të njerëzimit, po përpiqen të krijojnë kaos dhe të merren me ignorant, të shfrytëzojnë turmat e paditura për të përhapur gjëra të rreme për gjuhën shqipe. Ne nuk do t'i lejojmë. Kjo mori fund, të dashur shqiptar. Do ngordhin në baltë, në kënetë, këta bufa të kënetës, të dashur shqiptar. Atje do ngordhin, bashkë me zhabat, që lëshojnë fjalë monosilabike. Kuak, kuak, miru pafshim, kuak, kuak, turbo-alban, kuak, kuak, monosilabik, një qelizor, miru pafshim.